Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe më lejoni që ta nis këtë sy sot me një falenderim shumë të përzemërt edhe me shumë mirënjohje për shqiptarët e Greqisë, për ata që në Kretë dhe në Athinë erdhën, na mikpritën dhe na mbështetën me shumë zjarr, në ndërkohë që përtej asaj që ishte një emocion si gjithmonë i posaçëm, i komunikimit edhe i përjetimit në një sallë të mbyllur, na u dha mundësia të takojmë plot të tjerë edhe të bashkëbisedojmë edhe të ndjejmë dëshirën për t'u përfshirë në sfidën e bukur të 11 majit. Fatkeqësisht një pjesë nuk janë regjistruar, sepse o e kanë lënë për në fund, o nuk janë informuar si duhet, o kanë pas probleme me regjistrimin dhe pastaj ishin pjesë atyre që u dogjën në thonjza, po jo dhe aq në thonjza. Megjithatë, një numër i konsiderueshëm po ashtu premtuan që kanë bërë plan të vinë të votojnë këtu në Shqipëri, mirë se të vinë, dhe dua të falenderoj në mënyrë të posaçme të mikun Zotrin që më solli këtë në takimin e Atinës. Jam shumë falenderues. Edhe ky do të qëndroj këtu si simbol i një fitoreje të paharrueshme. Fitoria me notën 10 e 10 në radhë për ne, mua dhe Partinë Socialiste. Diku në një sallë pritje këtu kam një dorë tjetër që ma ka dhuruar dikush tjetër në një nga fushatat, nuk e kujtoj eksakt cila prej tyre tani, se janë bërë shumë, por me 2 gishtat dhe me trëndafilin, një tjetër fitore e bukur, ajo e numri 2. Kështu që shumë faleminderit, edhe kam shumë besim që me votën e diasporës ne do të arrijmë diçka spektakolare, në ndërkohë që kemi, mos gabohem tani se jam bërë shumë lëmsh kur i thonë nën presionin e një agjende që ngarkohet çdo ditë më shumë edhe që ka lëvizje të panumërta, por mos gabohem, kemi edhe një takim tjetër jashtë në Itali dhe do të jetë ajo një kënaqësi e veçantë. Në ndërkohë që të gjithë shqiptarëve jashtë, atyre të Greqisë, atyre të Italisë, atyre të Europës, të mbar botës kudo ku janë, u them se ky është momenti ynë, është momenti i përputhjes së fateve. Nuk e kemi pasur këtë moment në asnjë moment tjetër të kohës, qysh se jemi shliruar nga makthi dhe nga kthetrat e diktaturës komuniste dhe kemi hyrë në rrugën e Europës për të bërë një ditë pjesë e pandarë dhe e pandashme e Bashkimit Evropian. Këtë moment që na ka përputhur fatet.
fatin tonë europian, i mishëruar në ambicjen, në dëshirën, në këmbguljen, në ëndrrën shumë të vjetër për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, dhe fatit të vetë Bashkimit Evropian, që sot është i mishëruar në ambicjen dhe në dëshirën për të zgjeruar radhët edhe për të përfshirë antarë të rinj. Edhe gjendemi aty. Gjendemi në vend në dur, në kohën e dur. Vendi që ata duan të përfshin bashkë me Marinezi, të dyve na konsiderojnë frontrunners ose ndryshe pararoj për gjitha ato që kemi arritur të bëjmë, por edhe për arsyet geopolitike. Tani ka disa që teorizojnë, unë i marr në fakt çdo mëngjes nga stafi im disa shënime në një faqe se çfarë teorizohet mbrëmjeve në ato pasqyrat e kënetës mediatike. Dhe ka disa që teorizojnë që kjo është kot, sepse në të gjitha rastet Bashkimi Evropian nuk do të marri brenda as Shqipërinë dhe as kënd tjetër, ose kjo është kot, se në të gjitha rastet po qese do marri Shqipërinë, do ta marri pavarësisht se kush fiton në Shqipëri. Janë mohabetet e njerëzve që ju ka ecur jeta shumë mbar, me thënë drejtën. Një ratlëk i madh. Po të shikosh me kujdes, ankohen shumë, po janë përfituesit më të mëdhenj të gjithë këtyre viteve. Janë përfituesit më të mëdhenj të rritjes ekonomike, janë përfituesit më të mëdhenj të gjitha mundësive të shtuara të këtyre viteve. Përgjithsisht nuk them gjithë, se s'mund të bëj asnjë insinuat të kësaj natyre pa pasur fakte, por bazuar në faktet, jo të gjithë, po pjesa më e madhe teorizojnë, ndërkohë që nuk deklarojnë atë që marrin plotësisht. Pra, një pjesë të pagës për gjithë ato orë që kalojnë duke rrokanisur miletin me lloj-lloj teorishe, me lloj-lloj marrëzish, e fshehin. Ju qajnë hallin pensionistëve, qajnë hallin edhe që u kopjua programi. Kjo e kopimit programit është gjëja më qesharake në botë. A thua se bëhet fjalë për ndonjë kod atomik. Thua se bëhet fjalë për ndonjë kod kasaforte të ndonjë sekreti, kodi Da Vincit. U kopjua kodi Da Vincit, o zot, o zot. Dhe me gjithë se u qajnë hallin pensionistëve, nuk japin kontribut në tyre që të për fondin e sigurinë shoqërore. Deri këtu është niveli i banalitetit dhe hipokrizisë këtyre lloj krijesave kënaqëtore. Ndërkohë që vërteta është shumë më ndryshe, shumë më ndryshe. Që nga fakti që vonesa, në thonjza vonesa, sepse nuk është nga jonë vonesa, por kozgjatja, në ta quaja, e gjithë procesit për të arritur në hapjen e negociatave nuk është diçka që është e jona, thjesht, nuk është diçka që lidhet me mua ose me qeverinë tonë, thjesht, se do ishte shumë më kollaj pastaj që ta përcaktonim dhe këtë si një faj të rilindjes, si një mëkat të rilindjes, por është diçka që mund shihet
fare kollaj boll të duash të marrësh vesh pak më shumë për si funksionon Bashkimi Evropian. Sepse Malizi, për shembull, i ka hapur negociatat përpara se ne të vinim në qeveri. Tani për çfarë do ta fajsojnë këta Malizi? Për cilën nga ato pika që i rendisin një nga një sa herë flasin për qeverinë tonë. Po Serbia i ka hapur në 2014 negociatat, po Maqedoninë që është bërë kandidate në 2005. Do me thënë, ka një logjik i gjithë ky proces dhe nuk bën përjashtim askush, në mos bëjmë ne një përjashtim shumë interesant që megjithëse zyrtarisht negociatat i kemi hapur vjet, kemi qenë kaq të përgatitur dhe kaq përpara, sepse e kam thënë tem babaden që na i hapin ne da bëjmë pjesën e punës që do të bënim dhe po të na i hapnin, që të na gjejnë shumë më të avancuar kur t'i hapin, dhe kemi një kalendar të dakordsuar me Komisionin Evropian për 3 vjet, 2024-2027, për të mbyllur negociatat. Do të jetë një rekord absolut historik, dhe jo sepse ne jemi ndryshe nga të tjerët. Jemi ndryshe në disa gjëra, po jo vetëm për këtë, por sepse Bashkimi Evropian është shumë interesuar që na marrë ne brenda në këtë moment. Tani, pse nuk është kaq brutale kjo që thuhet se çon si ka se kush fiton këtu, ata duan të marrin Shqipërinë dhe do e marrin në të gjitha rastet. Kjo nuk ndodh, sepse e para njerë kjo është çështje e kohës, është çështje e mos humbjes së asnjë minuti, sepse kalendari i 2027 është shumë i ngjeshëm. Dhe mjafton një lëkundje. Sigur ta zëm se në krahun tjetër gjenden individ që s'kan probleme as me ligjin. Se harrohet këtu, se kjo është shumë interesant. Këtu bëjnë sikur harrojnë që këtu bëhet fjalë për individ që janë me probleme të hapura me drejtësinë. Probleme të hapura që s'dihet kur mbarojnë, nuk dihet si mbarojnë, nuk dihet a janë kaq apo ka më shumë. Tani si mendoni ju që Bashkimi Evropian këto nuk i merr në konsiderat, apo Bashkimi Evropian është një studio konsulence që paguhet me kush e di se sa dhe kush di se si paguhet, me thënë të drejtën, dhe vjen nga Amerika këtu se paguhet, edhe bën fushat për një palë, edhe këtu mbyllet filmi. Po jo, se nuk mbyllen kështu filmat me Bashkimin Evropian, janë ndryshe. As me Amerikën, jo. Por është interesant shumë se si gjithë këto vite dhe një pjesë e këtyre që u rritën në kënetën mediatike, dhe janë ndotësit kryesor të asaj kënete, nuk e mësuan akoma, ose bëjnë sikur se ka mësuar, si funksionon Europa, si funksionon Amerika. Në ndërkohë që, nga ana tjetër, arsyeja pse unë them që duhet një shumicë domethënëse, është po ashtu e thjeshtë. Nuk është rastësi fare, përkundrazi, dhe nuk është thjesht për këtu, dhe për këtë do të na votojnë ne në 11 maj, po është e për ata në Bruksel, kryefjala e fushatës sonë, imazhi i fushatës sonë, ndërthurja e ngjyrave dhe e flamujve si kartë vizite e fushatës sonë. Sepse ne po bëjmë një rrugë të dy punë. Patjetër. Po japim një mesazh të qartë shqiptarëve, po japim një mesazh Brukselit.
po përpiqem të japim mesazh Brukselit, duke shpresuar dhe besuar që shqiptarët do ta mbështesin këtë mesazh. Dhe në 11 maj Brukseli do të marrë mesazhe shumë të qartë që një shumicë përtej shumicës thjesht aritmetike partijake kërkon antarësimin. Tani është një mesazh që shqiptarët mund ta japin. Nuk bëhet kollaj dot, në mos nuk bëhet dot fare në një vend tjetër, një fushat e një forcë në qeveri me flamurin e BE-s, për 1001 arsye. Gjërat po ndryshojnë, BE-ja po fiton shumë popularitet brenda BE-s për shkaqe të sigurisë, të nevojës për siguri, por nuk bëhet shumë kollaj. Dhe mesazhi duhet të jetë shumë i qartë. Ne shqiptarët, ne populli shqiptar, ne qytetarët e Shqipërisë, duam të hyjmë në BE tani. Dhe me këtë mandat, me këtë mesazh, unë dhe ne, qeveria, do të shkojmë dhe do të kemi një argument shumë fort më shumë për të nxitur procesin. Është e gjitha një luftë diplomatike, politike, nga të katër anët. Dhe kush nuk e kupton këtë, nuk kupton asgjë, nga si funksionon bota, si funksionon marrëdhëniet ndërkombëtare për një vend si Shqipëria, se për një vend si Franca apo si Gjermania ka më pak rëndësi. Edhe pse prap ka rëndësi se kush është në krye. Për një vend si Shqipëria apo për vende të tjera si ne, patjetër që kjo është themelore. Si mund t'i jetë BE-s përpara bufi i Knetës bashkë me gjithë atë Knet madhe dhe BE-ja thotë po tani nuk ka ndodhur asgjë, hajde. Edhe pastaj çfarë bëjnë? Marrin ambasadorin e BE-s i thonë si mendon ti, çfarë do thotë? Çfarë do thotë ambasadori i BE-s? Si do thotë BE-ja? BE-ja thotë atë që tha ambasadori, që hyrja në BE bëhet në bazë meritës vendit. Dhe pikë marrë muhabeti, po patjetër, se kush po e diskuton këtë. Po si llogariten meritat e vendit, nëse vendi i jep mandatin një personazhi apo disa personazheve që janë me hallet hapura me drejtësinë, edhe që për cilët BE-ja nuk është shprehur në asnjë rast dhe as nuk ka lënë të kuptohet se ka ndonjë rezervë për proceset e drejtësisë. Kështu që besoj që është mosqesh, thot Koli Bështenja, mosqesh thot se partia e atij thot referohet atij që unë them bufi, është në pikë të hallit, si zgjidhet ky problem. Jo, ky problem nuk zgjidhet nëse partia në fjalë nuk kupton që është në pikë të hallit dhe nëse ata të cilët e mbështesin partinë në fjalë nga pasqyrat e Kënetës nuk vën gishtin në plagë, por e kërkojnë plagën gjetë. Nëse ata që mbështesin nga pozicione jo drejt për drejt partijake, atë far force vazhdojnë me teoritë që këtu s'ka zgjedhje, këtu loja është e mbyllur, këtu didada, këtu didadi, këtu krimi, këtu këto, nuk zgjidhet. Sepse këta janë kaq qesharak sa që gati 1 milion shqiptarë i trajtojnë si të lidhur me krimin, i trajtojnë si njerëz që janë shitur, i trajtojnë si njerëz që blihen, i trajtojnë si një çmenduri totale. Dhe prandaj nuk zgjidhet. E vetmja zgjidhje është ajo që ata vetë, domethënë ajo parti vetë kuptoi që duhet ta zgjidhë, përndryshe do mbetet e pazgjedhshme dhe nuk do zgjidhet kur nga shqiptarët. Kur. Nëse nuk ndryshon. Kështu që s'është problemi jon ky.
Por kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Atëherë, pse na i more dhe ata të FRPD-s, thot Laerti, nuk është se i mora ata të FRPD-s. E para njëherë bëhet fjalë për një grup shumë interesante dhe vërtet shumë pozitiv, vajzash dhe djemsh të forumit rinor të Partisë Demokratike të Vlorës, edhe për dikë që ishte zëvendës kryetare e forumit Partisë të rinor të Partisë Demokratike në shkallë kombëtare. Ka krijuar një impakt, patjetër ka krijuar një impakt. Ata nuk u bën socialist dhe disa mund bëhen, disa mund mos bëhen, mbase të gjithë mund mos bëhen, por janë pozicionuar për të dhënë mesazhin, janë pozicionuar për të dhënë mesazhin për arsyet e tyre. Kanë shpjeguar disa arsye edhe në podcast, një përfaqësi e tyre, por ata do të bëjnë fushatën e tyre. Është interesante. Është shumë interesante, do të bëjnë fushatën e tyre, jo me Partinë Socialiste, por më vete do të mbështesin mua dhe Partinë Socialiste si rrjedhoj, por duke e kërkuar votën e demokratëve dhe të tjerëve për të pikërisht për atë që unë them, dhe për asnjë gjë tjetër për momentin, pikërisht për atë që unë them, për të mos humbur asnjë minutë në rrugën e antarësimit dhe për të marrë pasaportën europiane për Shqipërinë dhe një pasaport në dorë për çdo shqiptar dhe shqiptare që të bëhet përfundimisht qytetar I IBE-s. Kjo është arsyeja pse ata u bën me mua në këtë betejë. A do të na qëndrojnë rrugët të bashkuara më tutje, këtë do ta shohim. Unë kam shumë simpati për ta, shumë respekt. Kam mësuar disa gjëra që I mëson vetëm kur arrin të shohësh gjërat nga pozita e dikujt tjetër dhe kur dikush tjetër ta jep mundësinë që ta bësh këtë. Dhe është marrëdhënie shumë pozitive. Impakti ka qenë I fortë, kam pasur kontakte të tjera për të vërtetës me të tjerë në qytete të tjera. I vlerësoj, I respektoj, janë të mirëpritur të gjithë. Kemi një sër individësh që kanë zhvilluar dhe primare që na kanë kontaktuar. Ato primaret e famshme dhe të tmerrshme, ato primaret ato primaret që thonë gjithçka në fakt se jo vetëm ujku, po dhe bufi, qimen puplën e ndron, por zakonin se harron bufi knetës. Mos harroni, bëhet fjalë për kënetën, për bufin e kënetës, është një lloj bufi specifik. Nuk është ai bufi I famshëm. Dhe turp për ty, thot turp, po për çfarë turp? Që të ka ngelur në fyt bufi, të ke fillu me kopju. Dhe kisha unë ju të programeve që kur publikohet edhe 3 minuta program kaloni në stacionin tjetër. Edhe s'keni fajse, s'keni pse, po kjo tregon që është më I mençur bufi se ty o kopjat, tani tallesh dhe me pasaportën europiane që sa ti është tim pushtet për fat keq, nuk do kemi kur atë fat. Je shumë I molepsur I dashur Glerni, je shumë I molepsur edhe nuk e di si mund të ndihmoj, po një gjë të lutem se kjo kopimi I programit është shumë qesharak. Është shumë qesharak. Programet janë rrugëve
dhe nuk e di sa programe ka rrugëve mira që mund t'i shohësh, t'i konsultosh, ti adoptosh të bësh çfarë duash, nuk ngel. Dhe një gjë tjetër, se për të kaluar tani në anën shumë serioze, kam thënë dhe më parë, ne kemi një program pune, një program qeverisës, që është një program me cilin po antarësojmë Shqipërinë në Bashkimin Evropian, a e kuptoni? Se kjo i thot të gjitha. Bashkimi Evropian nuk antarëson, nuk i afrohet fare vëndeve që nuk përmbushin standardet dhe kriteret që ka Bashkimi Evropian, në të gjitha aspekte. Kështu që nëse Bashkimi Evropian na shes si vendin më të mundshëm për të antarësuar nga gjithë rajoni në këtë moment, kjo tregon se shikon faktet dhe shikon standardet dhe shikon çfarë progresi i jashtëzakonshëm është bërë. Dhe kur ne morëm detyrën, ata nuk na llogarisin fare si një opsion për të antarësuar në BE në të gjallët tonë. E kuptoni apo? Tani ç'a muhabetesh janë këto? Si që nga këto? Hap në një fabrik ku të punojnë rinia opalluqe. Para pak ditësh isha në një fabrik, edhe e pat, natyrisht nuk e pat, por kush e pa që ishte një super fabrik dhe në atë pikë ku isha unë tek ajo fabrik, ishte plot fabrika të tjera rreth rrotës. Kështu që kush do një punë në Shqipëri e gjen, dhe kush do të punoj punon. Kjo është pak, po është e sigurt fare sigurt. Dhe ti nuk ke buk o faqe e zezë edhe nuk ke rrugë makine si në mesjet. Po si shpjegohet që një vend që s'ka bukë dhe s'ka rrugë makine dhe që është si në mesjet, vinë 12 milion turista, po kjo nuk shpjegohet. Turp për të gjithë, këta shesin bukën tuaj e ju kanë lënë në mjerim dhe ju duhet të kisni o tralltar, do me në shkruar me lë, dhe kështu do shkruaj në histori, lindë dhe do vdesësh tralltar, bufi është pelazgjik. E nuk po bëj asnjë koment se për këta që janë komplet të mbytur në knet, është vetëm thjesht solidaritet vëllazëror dhe simpati njerëzore, po komentet janë të kota. A namin e pas ke ba, këshyrë mor njerëzit e vendit tanë, ma të varfrit në krejtë rruzullin toksor. Pse e ftove në i qytetarë të thjesht që me të vërtet ka ba sakrifica për Ramazan, merë mundja shumica atyre që ftove s'kam bënë e Ramazan. Tani iftari në këndvështrimin tim ka një vlerë shumë të madhe përtej rritit dhe përtej impaktit për cilin e bëjnë iftarin besimtarët. Tyreza e iftarit është një tyreze hapur për gjithë, edhe për jo besimtarët. Kjo është vlera, sipas meje, më e madhe emancipuese, kulturore, e bashkëtesës që sjell tyreza e iftarit. Dhe do t'ishte hipokrizi, besoj unë, e kundërta, ndërkohë që për sa i përket atyre që janë më të varfër, ka plot programe që ne bëjmë dhe që ne zbatojmë dhe vjen puna tek ndihma për të varfrit, tek mbështetja për të varfrit edhe në nivelin e këtyre lloj
këtyre lloj aktiviteteve, siç është një iftar për shembull. Unë them që bëhet pa media, bëhet pa televizor, bëhet pa publicitet. Okay? Ndërkohë që iftari tani më tradicional i kryeministrisë ka një tjetër qasje dhe ka një tjetër shënjestrim për sa i përket gjithë njerëzve që ftohen aty. Ke 12 vjetë që mashtron në mashtrues dhe tani që po afrohen zgjedhjet janë bo rrugët për faqet zezë, po lem grop para në makinë, nuk e di në cilën grop ke rënë sfumi i dashur në makinë, por unë besoj që çka është bërë me infrastrukturën në këto vite nuk është bërë në të gjitha vitet e tjera të marrës bashku, në të gjitha nuk është bërë të marrës bashku ajo që është bërë me infrastrukturën në këto vite dhe ajo që do vazhdoj të bëhet në 4 vitet e ardhshme me të gjitha projektet që janë në proces dhe që janë të financuara. Dhe tani më jo vetëm me infrastrukturën rrugore, por edhe me atë e kurrëdore. Mandati i 4-të do të jetë edhe mandati ku e kurrëta do të jenë në qendër të vëmendjes. Dhe ideja është që Shqipëria 2030 do të jetë një vend ku do të jetë shumë e qartë që s'do të mungojë më infrastruktura e kurrëdore dhe të gjitha projektet do të mbyllen në fillim të dekadës tjetër si kurrëta funksionale të gjitha në fillim të dekadës tjetër, por ama të gjitha projektet do të fillojnë brenda kësaj dekade. Një pjesë do të mbyllen në këtë dekadë, një pjesë do të mbyllen në fillim të dekadës tjetër. Ngeli duke dhe një herë, për çfarë po gënjej për shembull Bujar, se unë nuk e kuptoj dot këtë. Ngeli duke për çfarë eksaktësisht për shembull po gënjej. Se ka një arsye tjetër pse shumë kush për jush zhgënjehet shumë kur bëhen zgjedhjet dhe fillon vëkujën na i vollën, ose janë dhe disa nga këta të kënetave mediatike që të pasqyrave të kënetës mediatike që thonë nuk ja vlen fare të shkosh në zgjedhje se zgjedhjet janë të vjedhura, por në fakt arsyeja pse shumica e popullit voton Partinë Socialiste dhe voton për na dhënë mandat pas mandati, është se këto që ne themi, këto që unë them, janë faktet të jetës reale të këtyre njerëzve. A kupton? Do me thënë, nëse ne themi që kemi trefishuar të ardhurat për frym dhe nga 3.324 euro që ishin kur ne morëm detyrën janë 10.342 euro. Kjo është diçka që ata që na dëgjojnë dhe që dëgjojnë për të dëgjuar, jo dëgjojnë thjesht dhe vetëm për të sharë pastaj edhe për të luftuar me faktet, e din që është kështu, sepse e kanë këtë gjë në realitetin e tyre. Dhe kur themi që pastaj në Shqipërinë 2030 të ardhurat për frym do shkojnë 15.000 euro, kush ka parë që të ardhurat për frym kanë ardhur duke u rritur, e kupton që të ardhurat për frym do të rriten. Ose pagën mesatare në sektorin publik. E din shumë mirë njerëzit që punojnë në sektorin publik se sa e kishin. Kur ne e morëm detyrën, ishte 372 euro. Dhe ky është fakti. Dhe kur unë them që paga mesatare në sektorin publik, e thot Instati, por
e them duke referuar Instatit, në 2024 arriti në 1.000 euro, kjo rezonon me ata që marrin pak. Ata që marrin pak e din. Tani ata si do bëjnë? Do t'i referojnë parave që marrin dhe që i numërojnë mirë, apo do t'i referojnë bretkocave që bëjnë kua në dark tek pasqyra e kënetës dhe thonë që këto janë gënjeshtra. Kuj do t'i referojnë? Se po t'ishin gënjeshtra, t'jeni të sigurt që jo shumica, po të ishin shumë pak ata që do vazhdojnë të votonin, si që janë shumë pak ata që do vazhdojnë të votojnë bufin e kënetës. Dhe prandaj, kur unë them që pastaj paga mesatare në sektorin publik do shkojnë në 1.200 euro në Shqipërinë 2030, kjo gjë është e besueshme sepse kam parë që paga është rritur. Ashtu si kundër mesatarja e përgjithshme. Ata që punojnë sot në Shqipëri e dinë shumë mirë që pagat janë rritur edhe në sektorin privat, janë rritur në mënyrë të ndjeshme. E dinë sepse i marrin ato para. Po të mos i merrnin, do thoshin si kter, çfarë po na thua. Por nuk e thonë pikërisht sepse i marrin ato para. Ashtu si kundër edhe kur vjen puna tek paga e përgjithshme mesatare pra. Ka shkuar në 830 euro, paga e përgjithshme mesatare ka qenë nga 320. Dhe kur unë them do të shkoj 1.000 euro, është e besueshme. Patjetër që është e besueshme. Minimalja. Edhe më e bukur është që për këtë të pagës minimale ne e kemi thënë me kohë. Nuk e kemi thënë sot, po nuk e ka pas njëri mendjen. E kemi thënë me kohë që në 2026 do mënë që mbas zgjedhjeve do ta përcaktojmë, se para zgjedhjeve nuk e bënim dot sepse është ndaluar me ligjin elektoral. Po mbas zgjedhjeve do ta përcaktojmë që do të jetë 500 euro, madje kemi thënë mekanizmin se do bëhet 500 euro. Duke mos u kërkuar kompanive për 18 muaj që të paguajnë asnjë detyrim tjetër përveç se t'u japin 100 euro plus punonjësve të tyre në muaj. Dhe më shkon mendja të them që na e kopjuan këtë. Jo më bet kot. Pastaj ka një ndryshim shumë të madh, sepse ato që thot Këneta, programi i madhështisë, përveç se është një farsë e madhe, po ka një falsitet total brenda tij, sepse thot Këneta thot në datë 12 maj gjitha këto do bëhen realitet. Ne nuk themi kështu. Ne themi në Shqipërinë 2030 do të arrihen këto parametra. Nuk themi që në 12 maj do bëhet realitet minimumi jetik 200 euro. Nuk e themi këtë, se nuk do ndodhi kjo në 12 maj. Do ndodhi brenda mandatit. Dhe flasim për pensionet. Do ndodhi në Shqipërinë 2030, pra do ndodhi gradualisht, dhe kemi bërë shumë qartë llogarit duke pas parasysh edhe Bashkimin Evropian. Pastaj si mund të besojnë njerëzit në kënet kë nuk ndodh. Vazhdo, thot të mori, se po të vjen sherif. O zoti madh. Nga 1 në 10 sa mbështet inteligjencën artificiale, unë di se çfarë po bëjmë ne me inteligjencën artificiale dhe janë gjëra shumë pozitive që na vlejnë për të rritur cilësinë e shërbimit ndaj publikut. Dihet që ka dhe rreziqet e veta, po nuk varet fare nga unë dhe nga ne këtu nga Shqipëria.
se si do të shkoj puna inteligjencë artificiale. Ne thjesht duhet të bëjmë maksimumin që t'i marrim më të mirë inteligjencën artificiale. Mbas 8 vjetësh provoja, thot një tjetër ekip në drejtim, besoj se ky është kontributi më i madh që mund të bëje. Unë kam një opinion të krijuar në vite nga eksperienca tani më që çështja e skuadrës është një çështje e skuadrës në kuptimin që nuk është çështje e individësh, një këtu, një atje, po është çështje e funksionimit të gjithë skuadrës. Megjithatë, kjo është një bisedë e gjatë për sot. Ajo që unë të them është që Partia Socialiste është një shkollë e vërtet e kultivimit dhe e promovimit të rinjve. Dhe sot Partia Socialiste ka një skuadër që është skuadra më e re. Do me thënë kushdo të reja dhe të rinj i ka në skuadrën e Partisë Socialiste me shumicë. Dhe i ka me shumicë në listën e mbyllur. Ky është një ndryshim shumë i madh me të gjithë të tjerët. Të shkosh të votosh ato moçalishtet e reja që janë hapur, në rastin më të mirë me fat, mund të marrësh në parlament, mund të kesh parlament një person, e çdo bëj një person. Ndërkohë që duke votuar për ne, përveç të gjitha të tjerave, do kesh shumë të rinj dhe të reja në parlament, që janë praktikisht baza e gjeneratës tjetër të leadershipit Partisë Socialiste. Sot leadershipi Partisë Socialiste përbëhet nga një gjenerat që ishte një gjenerat e re kur ne morëm detyrën. Tani një tjetër gjenerat, po rritet hap pas hapi me akademinë politike, me platformën deputeti që duam, me gjithë hapësirat që ne kemi krijuar dhe faktikisht kemi bërë një transformim radikal të skuadrës që kishim. Kjo është gjëja që ja dhe mashtrimi radhës, sot Irfani, po për çfarë mashtrimi radhë ke fjalën Fane? Irfan Koçi, për çfarë mashtrimi radhës ke fjalën? Se unë jam duke folur dhe më duket se po them gjëra fare të thjeshta të verifikueshme. Pse filloi që tani para votime rrogat minimale 500.000, pse në 2026, apo sa të kalojnë votimet, të mori prapë, të morë, nuk ka lidhje fare me votimet kjo i dashur, hiç, zero. Ne nuk kemi bërë asgjë për votimet në kuptimin asgjë nga ato që unë kam thënë kur parashtrova piketa dhe prandaj i quajta dhe piketa të programit ton qeverisës. Nuk është bërë për votime, miku im. Asgjë, zero. Është i gjithë programi ynë. Qeverisës, ne punojmë me program, ne kemi kalendar, ne kemi ato 300 ditëshat e brëndshëm, që çdo 300 ditë rinovohet programi, çdo ministri, çdo ministër, çdo ekip, çdo institucion i pavarur, domethënë kuptimin institucioni veçantë që varet nga kryeministria, akshi, kadastra tjetri, kanë programin e tyre, kështu që është program permanent qeverisja, nuk është muhabet. Nuk është muhabet kënete, që hajtë po mblidhemi dhe po bëjmë një program dhe po marrim dhe sherifin. Po na vjen dhe sherifi. Turista janë të gjithë të mirëpritur të vinë. Po, këta turistat që marrin kaq shumë para dhe si marrin është një pyetje mbete. Ku gjenden gjithë ato para për këta lloj turistash? Megjithatë të vinë. Bujrum, të vinë. Ja, erdhi dhe 11 maj, në fakt. Edhe aty do duken qarë dhe pastër që të gjitha gjërat. Kemi të tjera pyetje.
Zoti i rujt mos më ndalë, thot Lavinoti, faleminderit shumë Lavinote, e vlerësoj shumë. Rivlerësimi i pronave do të bëhet në 6 mujorin e dytë, e kemi thënë këtë me kohë, dhe ka disa arsye. Pse? Është një punë shumë e madhe, po përgatiten hartat, sepse po bëhet gjithë bilanci, shitblerjeve, etj. Që të bëjmë një rivlerësim sa më domethënës dhe sa më të favorshëm për të gjithë ata që po e presin. Me sa sheqer e pi kafen, 0 sheqer. Pile kur më thonë, a do sheqer, them jo se jam shumë i ëmbël vetë. Në fakt jam më i ëmbël se sa dukem në të vërtetë. Ishte shumë e bukur dhe me këta të rinjt e FRPD-s, mbasi ndetëm ja 1 orë, gjysmë 2 orë, më thoshin more, po pse kështu jeti, se je ndryshe nga televizori. Në fakt unë jam po ai që jam, po mbas në televizor dukem çik si më i zym, nuk e di pse. Megjithatë çon si ka kjo, unë nuk jam kandidat për ndonjë martesë, sepse kam një martesë të lumtur, kështu që nuk jam për të dukur bukur apo për të dukur i ëmbël apo i thartë, jam këtu për të bërë punën, kështu që kjo është gjë e më e rëndësishme. Nuk si janë dalin këto mesazhet tuanash. Këtyre mesazhe pozitive unë përgjithsisht nuk ju referohem, sepse pastaj fillon dhe sharja masive patronazhizëm me gjëra fjalë janë në super formë. Këtë vit patronazhistët i kemi në super formë. Dhe patronazhimin e kemi ngritur në një nivel tjetër. Edhe ja u kam thënë atyre që i shajnë që mos i ngacmoni sepse motivohen më shumë. Mos i cysni sepse janë ambicioz të mëdhenj dhe janë shumë të fokusuar tek kjo punë, ju pëlqen shumë kjo punë edhe janë vërtet qeliza të Partisë Socialiste, dhe kush nuk është në Partinë Socialiste nuk e kupton se për çfarë po flas. Edhe nuk i vë dhe faj që se kupton edhe flet për çfarë pastaj. Ndryshimi, një ndryshim shumë themelor midis nesh dhe të tjerë është se ato janë parti. Të tjerat nuk janë parti, nuk kanë parti. E pat vetë çfarë ndodhi me primaret dhe e shihni vetë se çfarë ndodh në përgjithësi. Nuk kanë parti. Janë çeta, janë tufa, janë turma, janë grupe, po nuk janë parti, nuk kanë janë gjymtyrë të shpërndara që bashkohen edhe montohen në punë vullnetare, por nuk arrin dot të harmonizohen, nuk arrin dot të artikulohen. Është kua nga të katër anët, është qamet i madh. Okej, besoj që nuk dia ka ndonjë ikse na ape barku. Po pse më bledi ta ape barkun, po pse nuk je i detyruar të rish këtu? Mund të dalësh. Je ka rreboll këtë popull, po se ta beson kush ma se ke rreboll more, edhe thot të i fjalë të madhe këtu me më. O David, a më beson, pas më beson kush tash po shohim me datën 11 maj, o David. Si ka mundësi çdo 4 vjet të kena 300.000 vende pune, për me 2 vjet nuk do kishin ikur të gjithë jashtë vendit tonë. Tani 300.000 vende pune, ja u thash, është shumë e thjeshtë. Merrni regjistri, shikoni sa të punësuar kishte në Shqipëri kur ne morëm detyrë. 1.023.000 me regjistër. Të regjistruar që paguan
detyrime. Sot janë 1.327.000. Si t'ja bëjmë tani? Si t'ja bëjmë? Janë apo s'janë? Po janë pra. Të janë fakte, nuk janë muhabete. Janë. Eksaktësisht po. Janë. Edhe kur them unë kur flas për papunësinë, edhe çojnë sa thonë, po patjetër se është ulur popullsia, prandaj është ulur edhe papunësia. Nuk funksionon kështu. Nuk bazohet tek numri i popullsisë, bazohet tek forca e punës. Sa ka qenë forca e punës, sa është forca e punës, sa ka qenë. Edhe po të shikosh forcën e punës, është ndryshe. Është ndryshe. Edhe këto gjëra i thotin stati, nuk i them unë. Ajajaj. Tallja më e madhe e të rë në historinë botërore, shansi që kjo pistonëtohet bën garë dhe Formula 1 ishte zero. Jo është zero. Shansi është i gjithi dhe është në dorën tonë dhe ne do ta bëjmë. Ne kemi komunikim i dashur Leandro të vazhdueshëm me stafin teknik të Formula 1-s. Ai projekti që është bërë në konsultim të vazhdueshëm me stafin teknik të Formula 1-s. Studioja që ka bërë projektin e ish pilotit famshëm Aleksandr Vurcit është një studio që ka licencimin nga Formula 1, që punon me Formula 1. Ne i kemi pasur këtu edhe administratorin e përgjithshëm të Formula 1, Stefano Domenikalin, edhe Flavio Briatoren, të dy bashkë kanë ardhur këtu. Kanë parë vendin, kanë parë gjërat, janë shumë entuziast për këtë, çfarë po flet. Por duhet bëjmë ne pjesën tonë dhe atë po bëjmë. Se jeni kaq mos besues, po unë kam treguar që çfarë them e bëj. Vonoj ndonjëherë, po nuk harroj. Dhe kur vonoj, nuk vonoj unë, po më vonojnë të tjerët. Fjala kyçe e qeverisë tënde është bufi. Jo, fjala kyçe e qeverisë time nuk është bufi. Fjala kyçe e qeverisë time është pasaporta europiane e Shqipërisë për ty, Lazar. O Lazar, nuk është bufi. Bufi nuk është fjalë kyçe. Që ta dish. Fol pastaj për perspektivë. Po tjetër pra. Unë flas 2 orë në ditë edhe për 30 sekonda buf që shikoni ju rrotullohet më edhe bufi se jeni me bufin prandaj. Edhe nuk ju vjen mirë që jeni me bufin. Ndauni nga bufi dhe do qeshni. Edhe do dhe një qik lezet kjo punda, që se s'mund t'jetë vetëm fol për gjëra të mëdha e fol për gjëra. Plus pastaj që ajo është mënyra e vetme që unë mund të flas për ta dhe për të çat flasun, të marr seriozisht. Çat them. Zoti filan, s'është zotri, është buf. Faleminderit shumë. Ju falenderoj shumë të gjithë. I pas kem marrë masat me numëru me ndeshmëri votat dhe thot me ironime dhe me Mira Nikola, ndaj e sigurt që fiton. Po perqen do ta vësh kur të dalësh që mos të njohin se të vjen zor nga vetja. Këtë dytën se kuptova, po të parën votat numërohen nga të gjitha palët dhe numërohen me ndeshmëri të plotë. Mira, mos ki asnjë merak për këtë. Ndërsa siguria pse fitoj unë, jam duke ta shpjegu tash 12 vjet edhe prap do fitojmë. Dakord? Se kemi bërë shumë punë, por edhe se s'kemi kundërshtar. Është edhe kjo e dyta, me thënë drejtën. Çfarë bëjmë? Nuk kemi kundërshtar. Okej. Shumë faleminderit. Edhe për sot e mbyllim këtë sy. Shifemi ditën e njëjtë, po në mëngjes, po sy. Ndërkohë do kemi sy tjera. Këtë punë kemi intensivisht, gjithmonë më intensivisht deri në 11 maj.